nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirëmbrëma miq dhe mirë se takohemi së bashku sërish në puntatën e radhës Horizon. Sot është e premte, data 15 maj 2026 dhe ne jemi së bashku si çdo të njëjtë, të premte dhe të shtunë në orën 21 në valët e radios Window Radio. Është emisioni Horizon, puntata e radhës. Uroj për të gjithë që të jeni mirë, të keni kaluar mirë, të keni patur edhe kohë të mirë, sepse më thënë të drejtë në gjysmën e majit dhe sikur është kthyer si gjysmë vjesht, si gjysmë dimër. Pra ka vende mi fjalë që lulet kanë çel, bora është për male, kohë e vrentur, por shpresoj që të jeni mirë dhe kjo fillim fundjavë të ketë filluar sa më mirë për të gjithë ju dhe për familjet tuaja. Unë jam Leonardi, si në çdo puntatë, në live këtu nga studio qendrore në Gjermani dhe do jemi së bashku për rreth një orë e gjysmë. Më pak, më shumë të shohim se si të shkojnë biseda. Sot 15 maj është dhe dita ndërkombëtare e familjes, ku uroj për të gjithë shqiptarët dhe për të gjithë botën, do kisha dëshirë të uroja që institucionin më të shenjtë të familjes në sikur po e dobësojmë, sikur nuk po e vlerësojmë në mënyrën e duhur, por uroj që të gjithë shqiptarët të kenë një familje të shëndetshme, duhet të gjithë të punojmë, të jemi gjithë një pranë familjes, të respektojmë njëri tjetrin, të vlerësojmë njëri tjetrin, të bëjmë më të mirën për njëri tjetrin, sepse familja është i vetmi institucion që është i shenjtë dhe është i vetmi institucion që ne në dobësitë tona më të mëdha është familja që na ngren, apo edhe në ato arritjet tona është familja ajo që na duart toket e para. Mendoni për njëri tjetrin, mendoni për fëmijët, mendoni për prindërit, pra sepse familja është ajo që ndërton komunitetin dhe komuniteti ndërton shoqërinë. Një familje e shëndetshme, një familje e shëndosh, do kemi edhe një shoqëri të shëndetshme dhe të shëndosh. Miqtë mi, për të gjithë ata që janë për herë të parë në valët e Window Radio, unë duhet të rikujtoj si gjithmonë mundësitë se ku mund të ndiqet Window Radio. Mundësitë janë të shumta, janë disa, po unë do kujtoj apo do përmend disa mundësi ato më kryesore. Window Radio pra ndiqet përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni lajmin e fundit nga fusha të ndryshme, qoftë politika, fusha sociale, sport, showbiz dhe tjerë që ne përzgjellim për ju. Po ashtu mund të ndiqni dhe muzikën 24/7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ Radio Stone. Po ashtu ne jemi edhe në dy platformat më të mëdha botërore të radiove, siç është TuneIn dhe Radio Box. Ju mjafton që të shkërkoni qoftë Play Store, qoftë në Apple Store, në pajisjet tuaja TuneIn ose Radio Box. Platformat janë pa pagesë dhe ne jemi aty 24/7, qoftë me emisionin live, me programacionin, me muzikën që ne kemi që përzgjedhim për ju në 24 orët e ditës. Po ashtu ne jemi edhe në platformën Radio Shqip, e cila është platforma që ka radiot kryesore shqiptare. Po ashtu edhe kjo e njëjta procedurë, pra mund të shkërkoni në Radio Shqip dhe të kërkoni Window Radio. Po ashtu ne jemi edhe mund të kërkoni edhe në Google windowradio.de live dhe të ndiqni edhe emisionin live. Po ashtu është edhe faqja zyrtare e Facebookut windowradio.de, ku ju këtu mund të dërgoni komente, pyetje dhe në varësi të kohës dhe të mundësive mund të përzgjedhim dhe një pyetje për t'ia drejtuar të ftuarit. Për të gjithë ata që kanë dëshirë të ndjekin emisionin apo e kanë të pamundur për të ndjekur emisionin në plot, tani emisioni është në ritransmetim në orën 3 pas mesnatë ose në orën 21 në orën e Amerikës dhe të Kanadas. Ritransmetimi është vetëm në radio dhe në këtë orë të vonë të natës është për arsye që edhe dëgjuesit tanë në Amerikë, në Kanada që nuk kanë mundësi të jetë live në këtë orë të kenë mundësi të ndjekin emisionin. Po ashtu emisioni do jetë nesër edhe në YouTube, i regjistruar në faqen zyrtare të YouTube-it
Window Radio DE. Mjafton të bëni një subscribe në këtë faqe dhe do ju vinë të gjitha njoftimet apo emisionet që ne kemi përgatitur, që kemi patur më përpara apo edhe ky sotmi. Po ashtu, Window Radio është edhe në disa platforma të tjera, pra jemi në shumë platforma, pothuajse në çdo platformë të radiove jemi të regjistruar dhe ju mund të na ndiqni në komoditetin tuaj që është më i përshtatshëm. Do kërkoja shumë mirësisht të gjithë ju miq që të bëni një shpërndarje të Facebookut të Window Radio, qoftë në faqet tuaja faqet tuaja të Facebookut, ndjes, apo dhe në grupe ku ju jeni të antarësuar, jo se ne fitojmë diçka, apo ju humni diçka, por ne të dy palët fitojmë miq të rinj, sepse sikur kemi thënë dhe them vazhdimisht unë dhe të gjithë moderatorët e tjerë, Window Radio është një dritare hapur vetëm për dëgjuesit dhe ne si staf përpiqemi të jemi shoqëtor të drejtë të audiencës. Pra çdo shqiptar që ka dëshirë, që ka një zë për të thënë, që ka një promovim apo për një histori apo çfarëdo që të ketë, mjafton të na shkruajë në rrjetet tona sociale dhe ne do të përpiqemi të krijojmë hapësirën e emisionet tona, sepse Window Radio është mendim i lirë dhe është e pa censur, pra është vetëm për dëgjuesin. Miqtë mi, mos e zgjasim me këto monologjet e mia, unë sonde kam një të ftuar shumë të veçantë, ku do përpiqemi të flasim për art, për kulturë, të flasim për poezinë, do flasim për jetën sociale tonë, do flasim edhe për familjen, pra është një person do thosha që është në të vërtetë nder dhe mirënjohje edhe për ne si staf, por edhe për ata që do na ndjekin, sepse është një person që vetëm përcjell pozitivitet dhe përcjell forcë, guxim dhe ne kemi nevojë për njerëz të tillë. Atëherë ftoj dhe i them mirëmbrëma zonjës Mimoza Leskaj. Mirëmbrëma Mimoza. Mirëmbrëma Leonard dhe faleminderit shumë për ftesën. Mirëmbrëma dhe dëgjuesve që janë sonde në shoqërinë tonë. Unë të jam mirënjohës që ju e pranuat ftesën dhe të jemi në bashkëbisedim së bashku sonde dhe me dëgjuesit e Window Radio. Është kënaqësi dhe për mua. Do më lesh të bëjmë bashkëbisedim të thjesht Leonardi Mimoza, po këto zonja Leska apo zonja Mimoza, të bëjmë bashkëbisedim të thjesht, miqësor? Absolutisht që po. Të E thjeshtëzon më shumë bisedën. Të falenderoj. Mimoza, para se të shkojmë tek vetë Mimoza, ose do doja një mendim tënd kush është këndvështrimi jot për familjen sot. Meqense ne jemi sot është 15 maj, dita e ndërkombëtare e familjes, si e shikon familjen shqiptare sot? Atëherë, sot nuk e dija faktikisht që kjo datë shënon këtë gjë, por si e shikoj sot? Unë personalisht qofse do ta ndaja pakës veten, i kam kushtuar thuajse gjithë ekzistencën time. Si asaj që kam lindur edhe asaj që kam krijuar vetë. Të flasësh sot është shumë e vështirë, sepse kanë ndryshuar shumë gjëra. Jeta është bërë më e vështirë, nuk do doja ta filloja me pesimizëm, por më karakterizon në realiteti, dhe realiteti është ky. Kohët kanë ndryshuar gjithçka. Jo se më parë nuk kanë patur vështirësi, por ndoshta më parë ka patur më tepër forcë për ta përballuar vështirësinë. Ndërsa sot jemi paksa më të thyeshëm në vështirësitë që kalojmë, kështu që Ndoshta nga shemi edhe si më të ndarë dhe si më të distancuar, ndoshta jemi edhe si më të thyeshëm sot. Këtu përdor shpesh një shprehje, jemi bërë si qiraxhinj, edhe brenda në familje. Këtë kam patur parasysh kur thash që ka ndryshuar. Jemi bërë sikur jemi qiraxhinj, sepse janë 3 dhoma dhe në 3 dhoma rin 3 njerëz të ndryshëm, apo janë 2 dhoma rin 2 njerëz të ndryshëm.
për jashtë është dikush, brenda është dikush, në një dhomë tjetër është fëmia është. Do me thënë se cili ka krijuar një botë të veçantë. Ne e quajmë vetmi dhe dukemi sikur jemi të gjithë në familje brenda. Se kështu fizikisht ndoshta jemi, por jemi të gjithë në përdhoma të veçanta sepse gjithkush po bën diçka. Absolutisht Edhe në punën. Absolutisht. Kështu që jemi bërë si në një kulm çatije dukemi si qiraxhinj. Kjo ishte ajo. Me thënë të drejtë, unë e shoh, si thua, sidomos po flasim gjithmonë për familjen shqiptare, e shoh në një krizë të thellë, me fjalë shoh që nuk duhet hyjnë ato problemet e thella sociale, por shoh të rinj që përtojnë të ndërtojnë familje, shoh të rinj që janë të shkëputur nga familja, pra edhe pse jetojnë, prindrit janë ata që krijojnë ndoshta edhe një farë distancimit si pa kuptim edhe ndaj fëmijës. Pra sikur, pra ashtu më marrë që po thoni ju, pra që ne jetojmë në një shtëpi dhe secili jeton në atë botën e vet. Po, kjo gjë nuk erdhi ashtu kot papritur. Ndoshta ka shumë vite që e ka marrë rrugën për të ardhur këtu ku jemi. Për sa i përket familjes shqiptare, le të themi që e karakterizon një krizë më e thellë, po kjo vjen edhe për shkaqet ekonomike, sepse sot jetojmë në një botë materiale për fatin tonë të keq. Nga ana morale, bota ka marrë një lloj rrënimi dhe që të kthehemi tek bota shpirtërore, do na duhen shumë shekuj tani përsa e ka marrë atë rrokullimën materializmi. Kështu që ana ekonomike ka shkaktuar dëme të mëdha. Pastaj unë jam gjithmonë e mendimit transicioni i emigracionit. Po sepse jetojmë në një botë materiale aktualisht. Është një prekje realiteti të dhimbshëm, por kjo është do të thosha këtë që janë faktorë që ndikojnë shumë dhe rëndojnë, kështu që edhe të rinjt janë të pamundur të krijojnë atë me qetësinë e tyre shpirtërore, atë vatrën e tyre, duke qenë se papunësia është. Janë disa faktorë, se nuk dua të ndalem në pjesën më të dhimbshme, janë disa faktorë që kanë çuar të jemi këtu ku jemi. Absolutisht. Mimoza Leskaj, për një dëgjues që ju ndjek për herë të parë në Window Radio, a mund të na pasqyrosh pak mimozën, pra të na japësh mimozën për dëgjuesin? Kush është Mimoza Leskaj? Leonard, kjo është pjesa më e vështirë që unë bëj sa herë që jo vetëm në intervista, po edhe në disa ambiente të ndryshme që frekuentoj. Kjo është pjesa më e vështirë për mua. Gjë më e vështirë është më e bukur kur arrihet, a kupton, kështu që ne duam të arrijmë të vështirën për të filluar pastaj me të lehtët. Për të folur për vete kam gjithmonë vështirësi dhe po sikur të më shikonit në këtë moment, unë jam skuqur shumë. Kështu që e them gjithmonë që radio është magji, pikërisht për këto shprehje të vogla dhe për këtë formë komunikimi. Atëherë, unë jam një vajzë lindur dhe rritur në fshatin Xhavzota i të Shijakut, të qytetit Shijakut, me origjinë nga jugu, për arsye prindërit e mi aty ishin të internuar, të dobuar të internuar, do me thënë të zbukuruar atë letrën që e mbanin mbi shtëpinë. Kështu që fati më shkëputi nga trojet e origjinës, edhe kam jetuar mirë, në kuptimin po ta krahasoj veten me farefisin tim, ku ishin internuar nëpër male ku pulahante gur. Kështu që, si thua, prindrit më kanë edukuar në një formë shumë të ashpër, të mbyllur për vetë kushtet që kishte familja jonë. Janë marrë shumë me edukimin tim, me formimin tim, për sa i përket shkrim dhe këndim, është marrë nëna. Kjo ka ndikuar që unë që në moshën 5 vjeçe të dija
shkrim dhe këndim, por për formimin tim dhe për atë që unë jam sot, ja dedikoj të gjithën babait. Kështu që Si çdo vajzë që është aq mund të them për gjithmonë e lidhur vete, për babait. nuk kam njohur. Jo, ndoshta nuk është ky faktori. Faktori kryesor që unë jam shumë e lidhur me Timat, e theksoj shumë këtë gjë, është sepse vuajtjet që ka kaluar Imat më kanë bërë të lidhem shumë pas tij dhe thash, një prind që është në kontakt të formimit që fëmijë ndikon shumë në lidhjen edhe të mëpasshme. Kështu që jo në dashurinë, kuptohet, të prindërve. Ashtu. Kështu që unë e theksoj sepse unë jam kjo që jam sot, ja dedikoj pikërisht punës madhe që ai ka bërë me mua. Prandaj dhe e theksoj. Kam bërë shkollën Më pëlqen që kur ju vajzat flisni mirë për baballarët, se kam vetë vajzë, dhe më shijon shumë ajo pjesa, kështu që shumë mirë. Kështu ndoshta dëshiroj edhe unë më vonë me fjalat unë mendoj që natyra na ka krijuar kështu, ndoshta nënat janë më të lidhura me djemt dhe vajzat me baballarët, por në moshën që jam unë sot është për të theksuar vite më vonë çdo fëmijë kupton mirë se cili prind ka ndikuar më shumë gjatë rrugës së jetës. Kështu që unë e veçoj këtë edhe duke ditur që prindrit e mi kanë vuajtur tmerrsisht nga për fatin ton të keq, nga diktatura. Ajo ka qenë, me fjalë ka qenë vërtet shumë e vështirë, shumë kohë, se themi në shqiptar më sartë më, po se ka qenë vërtet pafund. Ajo kohë është determinante, është një vendosje edhe për këtë kohë sot, sepse unë i shikoj gjërat e lidhura, nuk i shikoj gjërat e ndara. Ne kemi një të kaluar që e njohim dhe e njohim mirë. Kemi një të tashme që po e jetojmë dhe kemi një të ardhme që nuk e dim, është e panjohur. Pra, e them shpesh, unë akuzohem shpesh që flas për të kaluarën, por unë nuk është se flas për të kaluarën dhe ritheksoj këtë disa herë. Nuk është se flas për të kaluarën se kam ngecur aty. Unë gjatë viteve kam vazhduar jetën time, por e shikoj shumë të arsyeshme që lidhja me të kaluarën shiko, nuk bëjmë dot gjë, është identiteti ynë edhe nuk mundemi që mos e përmendim. Nuk mundemi ta lëmë në harres. Të njohësh të kaluarën dhe të bashkëbisedosh me kaluarën është eksperiencë për të jetuar të tashmen dhe këmbgulje për të hapur të ardhmen. Pikërisht, kjo dhe në nivelin e shoqërisë civile janë shumë gjëra për të rregulluar, po shumë fare. Kështu që duhet i kthesh syt tek ajo të kaluar. Ne themi shpesh që kemi mbetur jemi në tranzicion, po sigurisht gjatë ky tranzicioni. Pikërisht se kemi bërë një shkëputje paksa brutale nga shkuara. Nuk e bëm shkëputjen ashtu siç duhej. Domethënë nuk ecëm përpara për të vënë disa gjëra në vend. Ne bëm një shkëputje brutale, domethënë nga një fet që t'je më e thjesht në të folur, nga një fet buk me sheqer dhe me vaj kikiriku, ne kaluam në mishin e qingjit të pjekur, si të donin. Në pilafin, e thjeshtëzova shumë, absolutisht është. Dua të them që është e domosdoshme që të gjithë periudhën e tranzicionit, që nuk mund ta quaj më tranzicion për sa i përket viteve që po kalojnë, sepse u bë shumë, duhet kishim ecur përpara ndryshe, me disa gjëra të vëna në vend. Urritëm edhe ne, sepse duke patur parasysh që e kemi jetuar në një farë mënyre, ndoshta të vegjël, adoleshent, atë pjesën e asaj kohe, por edhe ne urritëm në tranzicion dhe po ashtu po rrisim edhe rinin në tranzicion. Dhe kjo është më dhimbshme. Sepse pikërisht dal tek shpreha, pikërisht shkëputja brutale që ne i bëm historisë, se në fundit 50 vjet diktatur janë histori dhe janë shumë histori dhe janë disa breza. Pra ne duke bërë këtë shkëputje brutale nuk ju dham kohë ju duhet jeni shumë më i ri se sa unë, nuk ju dham kohë juve
si të thuash, të kishin një vizion tjetër, po ju lam në tranzicion. Aktualisht jemi akoma në tranzicion. Dhe kjo është e dhimbshme. Kjo është e dhimbshme dhe ka lidhet edhe me atë pyetjen që bëre në fillim për gjendjen aktuale në lidhje me familjen e tjerë, sepse të gjitha janë të lidhura, asgjë nuk është e shkëputur. Ne nuk jemi pjesë të ditës dhe kaq. Ne jemi pjesë e djeshmes, e ditës së sotme dhe nesërmes, që do bëhet një pas nesër do bëhet një shkuar. Kështu që gjërat janë shumë të lidhura, po unë mendoj që nuk është kuptuar plotësisht kjo. Mimoza Leskaj ka vazhduar arsimin e lartë për ekonomi, për biznes. Përpara se të vazhdoj, përpara se të dalësh aty, unë kam vazhduar me shumë vështirësi fillimisht të gjimnazin në qytetin e Shijakut. Me tepër vështirësi, sepse nuk pranonin të ma jepnim. Ne kam filluar dhe gjimnazin disa ditë me vonesë. Pastaj me mbarimin e gjimnazit kam ndenjur shumë vite. Për arsye të biografisë, sigurisht. Sigurisht. Sa shumë breza po thosh janë. Pastaj kam ndenjur duhet të them që jam me fat, edhe pse kështu jam me shumë fat për atë vend ku linda, sepse gjithsesi ishin njerëz të butë, ishin njerëz që na kanë dashur, na kanë respektuar, edhe kështu që i dua tamam, domethënë ndihem mirë, jam ndier mirë mes tyre. Edhe pse shoqëria aso kohë nuk kishte këtë rol që ka sot. Ndejnta shumë vite në shtëpi, pastaj domethënë duke na detyruar që të më nxjerrnin në kooperativ. Mirë po i matë rezistoj shumë të kjo gjë, pikërisht rezistoj shumë dhe unë ja di shumë për faleminderit që nuk më mundoj edhe shpirtërisht në ato kohë. Kështu që unë për gjithë jetën kam patur të vetmen lodër, kam patur librat. Vite më vonë, pastaj me rënien e diktaturës, me njëherë më dhanë një të drejtë studimi. Me korrespondencë, kështu që ekonomi biznes. Nuk jam ekonomi biznes, sepse kisha shumë dëshirë të isha në gazetari, mirë po nuk edhe këtë më dhanë si nga shoqata e të përsekutuarve, kështu që si të thuash nuk e ndjej atë kohë të kësaj shkolle, të kësaj nuk më prezanton moralisht, kuptohemi, e vuaj këtë pjesë, sepse unë e kam ndëruar shumë gazetarin, e ndëroj edhe sot. Mundohem të bëj gjëra që të më mbushin paksa të boshlik që më shlën me vite. Cila është gazetaria që ty të pëlqen? Mua më pëlqen Aktualja, si në atë kohë që e dëshiroja dhe në këtë kohë, më pëlqen, mundohem edhe kur shkruaj, edhe kur jam me njerëzit, mundohem të futem atyre në misht, mundohem ta marr ngjarjen e tjetrit, ta bëj timen, sepse thash, jeta është një proces dhe në këtë proces jemi të gjithë udhëtar, kështu që në këtë udhëtim 80% të gjërave janë të përbashkëta, apo gaboj? Absolutisht. Nuk e di, ndoshta dhe është një përqindje të lartë, po pak a shumë jemi futur. Shiko, po të llogarisësh, aty shkon ajo përqindja, sepse është vetë ndërlidhur, ndërthurur jeta, pavarësisht se si ne pastaj kemi atë këndvështrimin tonë, apo se si ne e perceptojmë, po në vetë është ndërthurur. Por perceptimi vjen nga rizgjimi shpirtëror. Në këtë moment, ata që janë rizgjuar shpirtërisht janë të pakët. Do me thënë, për sa kohë secili nga ne në brëndësinë e tij është në gjumë, në kuptimin metaforik, ta themi. Kështu të shkojnë gjërat, kurse në momentin që njeriu bën një rizgjim shpirtëror dhe kupton thelbin e vërtet që në këtë jetë
nuk kemi ardhur ashtu rastësisht, nuk kemi ardhur ashtu kot, por kemi ardhur si një proces, si një mision për të evoluar, atëherë gjërat do shkonin shumë më mirë. Dhe unë e përmenda që në fillim kjo botë është kaq materiale sa këto gjëra i ka harruar krejt. Kemi shkuar drejt materiales, kemi shkuar drejt asaj fasadës dhe kemi harruar të brendshmën. Dhe duke harruar të brendshmën, normalisht që njeriu harron veten. Edhe nga kjo fillon i gjithë shkatrimi. Pa diskutim. Është për të ardhur keq. Ju, pra, folët për të vështirësitë e fillimit, gjimnazin, pastaj shpjeguat edhe arsyen e fakultetit ekonomi biznes, po poezia, letërsia ka qenë herët me ju, apo e keni zbuluar më vonë? Jo. Letërsia të shkruarit ke mua ka bërë pjesë gjithë jetën time, sepse unë të shkruaj poezi kam filluar në moshën 8 vjeçe. Kështu që poezia tek mua është rritur me mua, është pjekur me mua. Pata një ndalesë kur krijova familjen për arsye familjare, për arsye shëndetësore, për sigurisht, sepse fëmia kërkon shumë arsye që më bën të ndalem. Unë kam shkruar diçka para pak kohësh edhe që do ta citoj në lidhje me pyetjen tënde. Atëherë, koha kur Heshtja shkruante vetë poezitë e saj. Këtë e kam thënë jo pa një qëllim, këtë e kam thënë sepse në kohën kur unë shkruaja poezi, Heshtja ishte madhore, askush nuk e dinte përveç familjes time, unë në copa letre u lexoja prindërve, shumë rrallë ndonjë kushërire, sepse që atëherë kam patur guximin të shkruaja kundër. Duke shkruar kundër, bëja gjëra domethënë që e tremnin familjen time kur i lexoja, dhe kështu që edhe të pakta ishin ato që i lexoja. Dhe kam barazuar kohën sot duke thënë që është koha kur poezia shkruan Heshtjen e saj. Dhe të dy kohët mbajnë duarve vajzë rinj. E këtë kisha për vete, por mund ta them edhe përgjithsisht për faktin që është një kohë që sot shkruhet kaq shumë sa që në vetvete poezia ka heshtur, të flasim për emra të mëdhenj apo për si thuash poezi të mëdha, nuk e fuz veten aty brenda. A ka momente kur poeti ndjen dhimbje nga fjalët e tij? Unë shumë herë jam cilësuar poete. Unë vete nuk e quaj poete, që ta konkretizojmë për ata që na dëgjojnë. Unë nuk e kam personifikuar veten as poete me gjithë ato që kishe shkruar. Ç'a mund të themi për këta të tjerët pastaj që e kanë mbush Facebookun me poezi. Dakor, por unë nuk ja jap, unë vetë personalisht nuk ja jap titullin as poete as shkencëtare, sepse le të mendojnë të tjerët, le të gjykojnë të tjerët. E do thosha këtë që shpesh më kanë personifikuar si poetja dhimbjes, sepse në vargjet e mia kam derdhur shumë dhimbje. Jo se kam qenë deprese, kuptohet, se shumë kush mund mendoj, po kaq keq pas ka qenë, jo le ta përfshizojmë këtë gjë, por është vetë jeta e imja në gjërat që kam jetuar dhe në gjërat që kam parë, sidomos tek njerëzit e mi. Unë jam rritur në prerin e shumë të burgosurve politik të asaj kohe, të cilët sot nuk jetojnë, dhe kam mësuar shumë prej tyre. Ngjarjet ishin të futeshin brenda në palc, jo në mish, po në palc. Kështu që
duke jetuar fëmijërinë time thuajse në mbyllje, sepse mua i mat më linte shumë pak të dilja me shoqe për arsyet e tij, duke qenë se në ato pak gjëra që i mat lexonte, ma kishte shumë frikën se mos më shpëtonte ndonjë fjalë, ndonjë gjë pa ditur i shkreti që unë kisha shkruar një fletore të tërën dhe kishim një barak se ne banojmë në Shpitullët, kishim një barak, unë hiqja dhe ai mbante veglat e punës dhe unë hiqja një tull dhe këtë fletore e fshija nën tull, nën atë barake, sepse po të ma kapte dikush atëherë. Unë nuk e di, edhe macen do e kishin quar në majet e Pelinës, jo në njerëzit, kështu që kjo më ka bërë ndoshta që unë të shkruaj një çik më shumë për dhimbjen. Pa lënë më njanë dhe temat të tjera, kuptohet. I hy më shumë në mish aktuales, ngjarjes, ajo që më trondit, edhe sot, ajo që më trondit më bën më shumë për vete se sa nga një ngjarje e lumtur, sepse një ngjarje e lumtur të bën mirë. Shiko, të bëj pak një pyetje pak më ndryshe. Në këtë jetën moderne që ne jetojmë, kur njeriu ka më shumë frikë? Nga vetmia, harresa apo mungesa e dashurisë? Mungesa e dashurisë. Mungesa e dashurisë me plot kuptimin e fjalës. Vetmia në përkushtet që po jetojmë dhe për ngjarjet që po jetojmë, sepse janë të gjitha të lidhura, ndryshimet toksore, ndryshimet njerëzore, ndryshimet klimatike, ecim pari me njëra tjetrën, kështu që ndoshta na bën mirë pak ajo vetmi ku të reflektojmë për të rizgjuar, siç e thash më parë, por mungesa e dashurisë është e madhe. Është shumë e madhe. Është shumë e madhe. Ajo është pasaj që sjell edhe vetmin dhe harresën, mendoj unë. Na ka mbuluar pjesa materiale e rendim për të punuar, për të fituar bukën e gojës kur i tham fjalës. Kemi harruar të dashurojmë veten. Më duket se nuk po dim të dashurojmë veten më. Sakt, kemi harruar veten, kjo është shpreha më e bukur. Kemi harruar veten sepse ndërsa duam të gjithë, duam nënën, babën, vllajin, motrën, fëmin, këtë atë, duam makinën, duam luksin, duam gjitha, por në fundit vetën se dashurojmë asnjëherë. Dhe në fund kemi harruar që para gjithë shkaje, edhe para fëmisë. Se ne nënat themi kështu që fëmia është jeta ime dhe fëmia është mbi jetën time. Po gabohemi, e di pse gabohemi? Unë e them vetë, se kam vetëm një djalë të vetëm, por e kuptoj që gaboj. Pse? Se ne duke dashur fëmijën dhe duke mos dashur veten, edhe atë dashuri nuk e transmetojmë siç duhet. Kemi harruar pra, e the shumë bukur, duke harruar veten, ne vrapojmë pas gjithkujt. Po duke lënë vetëm pas dorë ti nuk e përcjell dot pra atë dashurinë. Sepse edhe ne kemi një mision, ne vetë kemi një mision. Po këtë mision si do ta zhvillojmë ose si do ta bëjmë te si përpara? Duke mos dashur veten, asnjëherë nuk ka se si. Do ndodhin shumë gjëra duke mos dashur veten. Tani edhe unë shumë këto vitet e fundit kam ndryshuar, si thua, kam bërë një proces transformimi për të arritur në këto konkluzione, kuptohet? Se ndoshta para 10 vjetësh do flisja me një gjuhë më... Vjen me eksperiencën, vjen me këndvështrimin, bot kuptimin se si mbushet njeriu nga brenda, janë shumë faktor pastaj. Por e rëndësishme është që vjen ai momenti dhe njeriu e kupton. Po, kjo është shkak i kësaj gjëje, është evolucioni. Shkak i kësaj gjëje është evolucioni. Po mirë, po, të dish të evoluosh brenda vetes është një shkallë superiore. Dhe problemi është se ne po kemi sot shoqëria nuk po di të evoluoj brenda vetes, nuk po di të kërkoj tek vetja apo të ulet të flas me veten, të bashkëbisedoj me veten. Ne nuk dim, kemi harruar të bashkëbisedojmë me veten. Po, jo, ndoshta nuk e kemi bërë kurrë. Jo, nuk kemi harruar, po nuk e kemi bërë kurrë, sepse askush nuk na mësoi për ta bërë. Atëherë, me sa di unë,
prindët e mi kur ishin fëmijë jetuan kohra të llatarshme, nga sarajet e tyre, nga bolloku i tyre, nga bejler që ishin u hodhën në rrugë dhe nuk ishin kohë të merreshin me këtë proces. Pra, ecën në jetë të pavetëdijshëm, ecën në jetë për të mbijetuar. Është shumë e rëndësishme, unë shpresoj që këtë fjalë të ma dëgjojnë sa më shumë njerëz. Nuk kishin ata kohë të më bënin mua një rizgjim të tillë. Dhe unë u rita duke mos e patur. Flas për veten, por si mua jemi të gjithë, aty presi ashtu. Nuk është punë të flasim thjesht tek vetja, po ne duhet të kuptojmë tërsinë e vet. Mësoj. Tani çfarë ndodh? Deri në një farë kohe edhe unë të mbiri flisja ndryshe. Pra, si një proces vazhdimësi e jetës, ato që më kishin edukuar, ndoshta për 4 gjëra më shumë që jetova nga prindrit e mi, i dija dhe ja transmetova aty mbiri, por në vitet e fundit, në thuaj se 7-8 vitet e fundit, të cilin unë po e ripunoj mirë, unë i flas ndryshe ti mbiri. Pra, pavarësisht se ai është 4 hapa më përpara nga mua, sepse janë vetë brezat që evolojnë nga prindrit, se jemi gjeneracione të ndryshme. Kështu ka evoluar jeta, brezi. Çfarë ndodh? Ai me fëmijët e tij do bëjt një të gjë, po ndërkohë unë si person kam evoluar. Edhe nga kjo vijnë shumë gjëra, nga kjo vijnë shumë procese në jetë nga kjo gjë. Se duke mos ditur, duke mos na mësuar, dhe duke mos mësuar pastaj ne vetë, është normal që kështu do të transmetojmë. Dhe kështu do vazhdoj. Patjetër. Të shkojmë pak tek moza artiste, poete, ose ti the nuk më pëlqen të quhesh poete, po poete shkrimtare je. Kush ka qenë botimi i parë? Tani unë do t'i gjoj nga ti, sepse nuk i kam materialet, po kam dëshirë. Botimi i parë ka qenë Flas me heshtjen. Botimi i parë ka qenë Flas me heshtjen. E ka titullin pikërisht siç ta nominova që parë. Sepse si ndjet moza në janë shumica. Dhe tani me heshtjen, si ndjesh me heshtjen tani? Unë ndjem shumë mirë. Unë jam ndjer mirë edhe vajzë, edhe vogël, edhe tani. Tani akoma dhe më mirë. Po që unë jam ndjerë gjithmonë mirë me heshtjen time. Në bisedë... Unë i quj të fortë të njerëz që din të flasin me heshtjen e tyre. Mendoj se pikërisht aty lind forca e njeriut, lind ngritja, projekti, fantazia, imagjinata, pra aty lind kur di të flasësh me heshtje. Në jetë kemi rënje se është e natyrshme të ndodhin dhe ndodhin për një qëllim të caktuar. Të dish të flasësh me heshtjen është një dhunti, të cilën e mëson pikërisht nga vuajtja, nuk ta jep lumturia, për këtë të siguroj dhe nga eksperjenca personale. Të flasësh me heshtjen kërkon forcë, sepse pikërisht ajo heshtje do të t'japi forcë, pra është një interes jap dhe marr edhe brenda vetes. Patjetër. Kështu që unë jam ndjer gjithmonë mirë. Nëse ka diçka që ja vlerësoj vetes, është pikërisht kjo. Dhe ky ka qenë libër me poezi, po? Libër me poezi, nishin ato poezitë e fshehura që thash që parë. Pastaj vazhdoj me një dashuri me ngjyra vjeshte, e zbuz pak. Një dashuri me ngjyra vjeshte. Dorën, dashuri me ngjyra vjeshte, sepse dashuritë më të bukura janë. Ju pëlqen vjeshta? Vjeshta është e poetit. Kështu shprehem unë. Vjeshta është e poetit, sepse ka kaq shumë ngjyra dhe ka kaq shumë ajër brenda. Ka kaq shumë freski në ato ngjyra, po qoftë edhe ajo gjethja e kalbur që tregon eksperiencë. Është gri, është qielli blu, është qielli gri, është qëllimi i zverdhur i gjethave. Shiko, natyra ka krijuar një mrekulli, siç ka bërë jetën e njeriut, ka bërë edhe pemët, edhe natyrën.
Pema mbjell farën, rritet, nxjerr gjethet e njoma, rritet, bëhet shumë e madhe dhe fillon edhe i bien edhe gjethet e vjetra kalben. Pra vetë pema të tregon procesin e jetës. Se ne nuk ndalemi ta shikojmë, po të ndalemi ta shikojmë, do shikojmë që edhe vetë jeta jonë është e tillë. Kështu është, e tëra. Dhe vjeshta, them unë kam lindur në pranver, por vjeshta i personifikon këto gjëra më ëmbël, më butë, më bukur, më parendje. Duket sikur ngec ato muajt e saj, edhe fillon dhe nëpërmjet koloritit të vet fillon edhe poetit i gërmon shpirtin. E çon pastaj në gjitha stinët, por që vetë poeti e dashuron më shumë vjeshtën, pikërisht për rënien dhe fillimin e saj. Pastaj në librin e tretë gjithmonë. Mendon Mimoza, ja duhet këtu një pyetje këtu. Mendon që sot lexohet shumë pak poezi, por kemi më shumë nevojë për të? Unë mendoj që sot më shumë shkruhet poezi se sa lexohet. Që kemi më shumë nevojë. Duke shkruar shumë lexohet pak, faktikisht. Jo, mi bën gjithë poet shkrimtar, gjithë shumë. Po mirë, se në fundit nuk është gjë e keqe, askujt nuk i vjen keq edhe nga zgarravinat e botës së tij të brendshme. Më të shkruash sa të bësh të tjera vepra, po. Jo, unë them kështu, është më mirë të kesh një popull poet se sa të kesh një popull që merret me luftra. Unë e them këtë gjë, kështu që më mirë se sa të vrasim njëri tjetrin, atëherë le të shkruajmë poezi njëri tjetrit apo jo. Po, pse do të thosh, por nëse shohim ashtu edhe Krishti nga puthja u tradhtu, kështu që. Jo gjithmonë është e bukur. Do të kemi pak analizë. Megjithatë lexohet. Njerëzit në momente të ndryshme të jetës e kanë të nevojshme të lexojnë një poezi, që edhe kur janë të gëzuar, sepse në poezi, ndryshe nga romani, me pak thua shumë, dhe është e shkurtër, nuk merr as kohë, dhe të fut në një botë ndërruese. Romani të mban të lidhur me ngjarje, jep emocione të forta, por të mban lidhur. Mendoj që poezia nuk është për çdo shpirt. Jo çdo shpirt ditë përkundet në vargje. Shika, unë nuk i ndaj. Ndoshta këtë fjalë që thua do ta thosha thash 10 vjet më përpara, por tani unë nuk i ndaj sepse brenda në shpirt gjithkush ka poezinë e tij. Çdo njeri, edhe ai që është i moshuar, edhe ai që është i vogël, edhe ai që është edhe një njeri që bën shumë gjëra të vështira, të rënda, të mos e s'dua ti përmend kështu për të prishur mbrëmjen, edhe ai brenda vetes në një moment të caktuar kur ngres syt në qiell, edhe ai është pak poet, sepse harron çka bër, edhe shikon një gjë të bukur dhe thotë, "Oh, sa i bukur ky qiell sot. Oh, sa shumë yje ka." Është gjithkush nga ne, nuk mund t'i ndajmë, gjithkush nga ne mban një poezi të brendshme. Pastaj ndërhyn talenti, ndërhyn shumë gjëra tjera që dita edhe komunikimi, janë shumë gjëra pastaj që e shprehim. Por gjithkush nga ne, se askush, shiko, lindim të gjithë fëmijë, të pastër, të qiltër, të Zoti na krijon universi, quheni si të duani. Na krijon lindim të gjithë fëmijë dhe të gjithë vdesin poet pasoj? Jo, do thosha këtë, askush nuk lind tradhtar, kriminal, ajtut e tjerë, s'do fare ti përmendja këto termina. Kështu që rrugës duke ecur pastaj. Po duhet të ngacmoj pak, a kupton se. E kuptova. E kuptova. Rrugës duke ecur pastaj secili zgjedh profesionin e tij sipas pjekurisë shpirtërore dhe mendore që ka. Patjetër. Botimi i tretë? Tretë është pyetja e ret. Është një vazhdimsi e poezisë. Janë momente ku këto janë të gjithë të botuar në Itali, pra që kur Jo, unë kam zgjedhur, atëherë, jo dëgjoj, unë kam zgjedhur jo pa qëllim të shkruaj vetëm shqip.
më shton disa herë pse nuk shkruaj, pse nuk botoj në italisht etj etj. Unë kam zgjedhur me koshencë të plot të shkruaj në shqip dhe të botoj në shqip. Po pra, Kjo për disa arsye. Këto janë libra të botuar. Janë botuar në Shqipëri. Në Shqipëri po, por që kur ti jeton në Itali, më fal, nuk kanë libra Unë po, patjetër. Shiko, patjetër. Unë jetoj. Unë jam martuar në 95-ën, tash ndala për 20 vjetësh. Nuk është se mi është botimet? Janë të gjitha të botuara që unë jetoj këtej, kuptohet. Kuptoj. Pastaj vazhdoj me një poezi, 4 polet e poezisë, 1001 trokitje zemre, pastaj vazhdoj me një libër me tregime, kronike, një dashurie të përjetshme ku janë ngjarje të vërteta. Pastaj ecuria vazhdon për revelacionin. Çfarë mund të themi për dëgjuesin të ky libër që është me ngjarje të vërteta? Atëherë, unë në të dy librat po dhe në prozën që kam në dorë, se kam një gamë të qërë në dorë të cilën nuk e kam botuar akoma, i marr ngjarjet nga jeta e përditshme, i marr nga ngjarjet që më trondisin. Kuptoj. Qoftë mirë atë, qoftë për dashurinë, qoftë për shkruaj shumë ngjarjen e tjetrit. E kam më të lehtë të derdh jetën e dikujt sesa jetën time, sepse jeta ime më rrëmben me emocione, më rrëmben ngjarje. Mos është kjo pjesa që ne jo përtojmë, por e kemi pak të vështirë të flasim me veten dhe bëm një tjetër pasqyrë para vetes. Unë ta ja përgjigjen shpejt. Jo, unë ta ja përgjigjen shpejt. Nuk e kemi për shpejt, e kemi kohë. Jo, nuk e vën dëshim. Po dhe do qeshim në qik, se pastaj bëhet e vështirë, bëhet e rëndë kjo. Jo, unë do thosha kështu, unë e kam pak të... Nuk e di pse e kam të trashëguar këtë gjë apo jo. Ne kam modestinë me thas, nuk e kam të pakt. E kam për modesti kur them që kam vështirë flas për veten. Për sa i përket shkrimeve, janë ngjarje të cilat është shkaku, është modestia. Nuk e di se çfarë tregoj unë nga pamja, por unë më karakterizon thjeshtësia në fakt. E kam pak sa hundën përpjet nga natyra të lindur. Kam shkruar edhe diçka para shumë vitesh për hundën, sepse më kanë thritur gjithë jetën hundë përpjeta. Por në fakt nuk është ashtu. Unë e kam shumë të madha thjeshtësinë që mbaj vetes. Ndoshta është pjesa që ne si thosh i quajmë mendje mdhenj, ata që janë të thjeshtë. Ndoshta sepse kemi si shoqëri këtë pjesë, por kemi diçka që është shpeshherë mendoj që nuk kuptohem. E kam vënë re. Shpeshherë mendohem, nuk e di, kjo vjen për shkak të kulturës që kam, për shkak të edukatës që kam, apo për shkak të thjeshtësisë, nuk e kam kuptuar akoma. Por i kam vënë re, keq kuptohem shpeshherë. Nuk e di, pse ndodh. S'është problem. Shiko, më mirë le të na urrejnë shumë, por të kemi armiqtë të vërtet. Le të kemi armiqtë të vërtet, s'është problem. Nuk e kisha fjalën këtu, e kupton. Nuk më vjen keq që keq kuptohem. Më mirë armiqtë të vërtet se sa miq të gënjeshtë. Kështu që mos e bëj. Është saktë. Jo. Shiko, po është edhe diçka që është e rëndësishme për ta theksuar, jo të gjithë do na duan, sepse edhe ne vet nuk duam të gjithë, kështu që edhe ne vet bëjmë seleksionimin e gjërave, është normale. Një njeri që nuk di të seleksionoj, pastaj. Po mirë. Mimoza, sa vështirë është për një grua emigrante të ruaj identitetin, të ruaj forcën shpirtërore, të çajë në emigracion? Shikoj, emigracioni për të gjithë, tani flas në emër të gjithëve, ka të pjesën e saj ku ekonomikisht jeton mirë. Të ruaj edhe të vetën, edhe të plotësohet, të realizohet, të ndërtojë ato ëndrat e veta. Shiko, unë nuk mendoj që të gjitha ëndrat realizohen në emigracion. Pse e them këtë?
në bazë të secili nga ne ka talentin e tij. Dhe atë talent, kudo që të jetë, qoftë për botë, qoftë në vendin e tij, do mund të jap diçka patjetër, sepse e ka, do t'i shpërthej, nuk mund të ri mbyllur me vite, por do vi një ditë që do t'i dali. Kështu që emigracioni ndoshta të ndihmon ekonomikisht, se bën një jetë më të qetë, më ndryshe, si ta them se nuk duhet të ndalem do me thëmë për mua vendi im është i shenjtë dhe nuk duhet ndalem në problematikën që ka ai. Jo, nuk është punë të problematika. Nëse çdo njeri talentin e tij e kultivon, ndoshta jashtë del më në pa. Kjo për një përqindje të vogël, them unë merr, sepse ka shumë njerëz dhe natë dhe të cilët janë realizuar shumë më herë dhe shumë më shumë se sa dikush këtej që ose ka ndodhur dhe kundërta. Të nderuar miq, Mimoza po na fshef shumë gjëra pa na thënë. Po do të thotë të gjitha kështu bukur ambolombër. Po jo, jeni zgënjur nga bota letrare shqiptare. Djeni është zhgënjur? Po shumë. Shumë jam e zhgënjur. Shumë, sepse mbi të gjitha mendoja që duhet të ishte krijuar atëherë për sa i përket botimeve dhe shkrimeve, duhet të ishte krijuar një ta quajmë grup, se nuk di si të them, një komision i veçantë ku të merrte ku të mos botohesh kështu. Kritika është zero. Kritika është po pra, sepse kritika nuk ekziston. Fare. Një zë që del në kritik, dalin 10 të tjerë dhe i vën këmbën. Kështu që çalojnë shumë gjëra, nuk dua ta zbukuroj, çalojnë shumë gjëra. Për sa i përket botimit, botimi nuk është se duhet futet kështu dhe paguan dhe do bësh botimin. Unë mendoj që duhet ketë një komision. Tani, jemi vend i vogël, nuk është se jemi 20 milionë dhe nuk di të them. Unë kam marrë pjesë në 2 libra. Edhe Italia dhe Gjermania që janë me ka 70-90 milion banor, ka filtra të shkosh atje, s'ka lidhje të pjesa, po ne duket se në kuptimin që jemi në biznes për shtëpitë botuese. Pra, dalja e librit duhet të ketë vetëdijen dhe përgjegjësinë për të shitur dhe jo për të dhuruar. Flas nga eksperiencë personale edhe kohë të fundit. Sepse sa do lirë të bëj ai libër kur e paguan, kur e blen, ti merr dhe e lexon. Po, më fal. Kudo që do shkosh për të bler diçka, po nuk nxore lekët, askush nuk ta jep atë që do blesh. Atëherë pse librin duhet ta marrësh ta fusësh në xhep? Tashi, autori ndruhet, sepse kushdo që merr, nuk mund të thuash duhet më paguash apo jo. Jo, pse? Për autorin është e vështirë. Por ndërgjegja, thash, vetëdia personale dhe përgjegjësia që ti po merr diçka. Fundit nuk është, po nuk e deshe, po nuk e pate dëshirë ta marrësh, jep një urim edhe kaq. Mos e merr. Nuk je i detyruar ta marrësh me zor. Po diskutojmë, gjitha e pjesë. Kjo gjë çalon si kritika që është zero dhe kjo gjë çalon në mënyrë të rëndë në Shqipëri. Si çdo gjë, si në çdo fushë jemi bërë shoqëri tollovimi, jemi bërë shoqëri kaos, jemi në një kaos. Tani, përveç se në një libër është mundimi yt, koha, talenti yt, e ke apo se ke garanci, po që janë të gjitha shpirti që ti ke derdhur aty. Është shpirti që ke derdhur aty. Brendshmja e individit. Pastaj arrim tek redaktori, pastaj arrim se s'kemi mbaruar gjithë për gjuletërsi, e kupton, kështu që është e natyrshme të kesh një redaktor. Pastaj arrim tek botuesi që duhet ta paguash dhe në fund se duhet ta falësh. Po kjo nuk ka të bëj me autorin. Kjo ka të bëj me vetë ndërgjegjësimin e personave.
Kështu që nuk kemi çfarë t'i bëjmë kësaj gjëje. Çalon shumë. Absolutisht, dhe ne lëm shumë, më thënë të drejtën, nemi në shoqëri që duket se kemi harruar fare leximin. Ne duam informacionin e shpejt, lajmin e shpejt, edhe ato janë të pa kontrolluara, se për shembull këtu në Gjermani vëre, sidomos në udhëtimet e gjata, që rinin e shikon me libër fizik në dorë. Nuk e shikon me telefona, me tableta. Dhe këtu në çdo supermarket, në çdo dyqan, edhe dyqan rrobash tjetër, kudo që të shkosh, e ka një repart të librit. Sa do të vogël, po ka një repart të librit. Pra në çdo qytet është një tip dhome ose tip, ku themon, librarie. Librarie që nuk është askush aty, por shkon e merr librin dhe e kthen prapë. Ti ke një libër të shtëpia, çon e le aty. Pra, janë gjithmonë prezent me librin. Problemi është të ndërtohet politika. Ne kemi humbur edhe të shijen e leximit ndoshta. Po këtë nuk fajtor për këtë. Se ju thatë në një farë mënyrë. Është teknologjia. Është teknologjia. Dhe në fillim që jemi të gjithë shkruajmë. Por duke shkruar të gjithë, nuk po lexojmë asnjë. Është me futjen e teknologjisë ka rënje kolosale libri. Është si ai varfri që ka zënë një cep e thot kjo është bota ime. Ne për çdo gjë pyesim ChatGPT-n edhe për të marrë doktori, apo do të pyesim ChatGPT-n. Sigurisht. Jo, pasojat e përdorimit e inteligjencës artificiale e di kur do ndihen, sot ndihet si një lehtësi, por në një të ardhme, për dëmtimin e madh që do ketë truri, duke mos e vënë në punë, duke marrë përgjigjen nga dikush tjetër, do kemi një rritje shumë të madhe të demencave, të Alzheimerit dhe të smundjeve mendore, sepse duke mos u vënë në punë si gjithçka, duke mos u vënë në punë mykat. Shikoj, në vëmbre sot që shkruajnë shumë bukur, por kur ke puna të bashkëbisedosh me ata, s'kan mundësi të artikulohen. Nuk munden. Nuk ka se si. Nuk ka se si. Ajo vjen nga brenda. Ajo vjen nga mënyra, nga leximi që i ke bërë vetes. Kështu kemi plot, do kemi gjithmonë, por keqardhja ime është se në një të ardhme sëmundjet e mendore do ngrihen shumë. Jashtë masë. Unë të shkëputa nga rrjella e botimeve. Vim të botimi rrallës. Sepse të duhesh, unë i kam komplet listën e botimeve, por është më Okej, unë nuk i kam këtu përpara, por janë fëmijët e mi. Ti je mama e tyre. Kështu që janë fëmijët e mi dhe nuk kam se si ti harroj. Vjen Trëndafili Mekur, një libër i bërë në Maqedoni në një konkurs për të futur në shkolla. Ky është libër? Pastaj, po, Trëndafili Mekur. Pse mos e Trëndafili Mekur? Sepse para disa vitesh, do me thënë, ndërkohë që e kisha në dorë atë libër, po e kisha pa titull, shkoj diku ku kishim një vdekje në parefis, dhe vdekja ishte tepër e re, tepër e vështirë nga ngjarja, dhe unë shikoj një tuftë trëndafilash. Shikoj një tuftë trëndafilash në atë vazë, një heshtje varri, dhe vetëm një trëndafil kishte ulur kokën. Wow. Dhe unë në atë kohë fillova të thurja dhe nuk e di e kam hedhur aty apo nuk e kam hedhur aty, sepse kam një diçka kur mendja më krijon, më duhet të shpejtoj ta shkruaj se ndryshe më ikën. Megjithatë, pamja e atij trëndafili edhe sot, edhe tani që po flas, më ka mbetur në shpirt dhe më dukesh sikur i vetmi që desh të thoshte diçka, por me kokën ulur ishte pamundur të fliste. Edhe më lindi ideja e titullit të poezisë. Shumë intrigues. Unë më vonë nuk di, por që Trëndafili Mekur ka të bëjë me një vdekje të rëndë në parefisnin time. Jam autore në 2 botime që
shtëpia botuese në Rom Dantebus më ka kërkuar disa herë bashkë me autorë të tjerë, ata çdo vit nxjerrin nga një projekt. Dhe kështu që unë mora pjesë në dy. Jo, nuk janë antologji, ata përzgjedhin për të bërë libra ku bëjnë njohjen e autorëve të ndryshme që jetojnë në Itali, përzgjedhin disa nga ata që shikojnë të arsyeshëm, edhe bëjnë një tip projekti që ka emra të ndryshme, njëherë logos, një proxhet të vije. Unë kam marrë pjesë vetëm në 2, të them të drejtën, mbasi që ata më kanë kërkuar një autorsi për të bërë një vepër për të dalë më vete, por që nuk e kam pranuar për shumë arsye. Pastaj shkruaj librin me tregime në kohën e Covidit, së bashku me librin me poezi Pranvera s'vjen në Mars. Po pse Pranvera s'vjen në Mars? Kur vjen Pranvera për Mimozën? Per muaj Mars nuk ka si tjetë në muaj Pranverës, pavarësisht se thonë ne festojmë muajin e verës. Okej, ne mbrapshi bëjmë gjëra gjithmonë. Ditën e verës. Bëjmë shumë gjëra mbrapsh. Atëherë, në muaj Mars, unë jetoj në Abruzzo dhe përballë kam një mal që mbushet shumë me dëbor dhe është akoma me dëbor edhe tani që jemi në maj. Do jetë bukur, fushat me lule dhe malet me borë, do jetë diçka ndoshta shumë e bukur. Pranvera s'vjen në Mars, këtë libër ja kam dedikuar titullin dhe një poezi të tillë, sepse i mat ndroi jetë në 7 Mars, para 10 vjetësh, edhe kështu që unë të rroni vetë qofti parajsës. Faleminderit, por mendova që duke patur një titull të tillë, Pranvera s'vjen në Mars, dhe duke ditur që këtu ku jetoj unë, Marsi është gjithmonë një muaj i ftohtë, është dimër akoma. Ço do të shkojmë në Gjermani pastaj, kur do të çojmë verën në Gjermani tash. Kështu që ka këtë titull. Pastaj, domethënë paralel së bashku me librin me tregime, oddio, e harrova. Ku iku? Ndjes. Ma kujto pak librin me tregime? Kur shkruan, ku je vend titujt librave? Kur i shkruan, kur e përfundon? Unë jam një person që i vesh fustanin pastaj shkruaj. Unë nuk bëj dot pa vend titullin, nuk mundem. Pa kam vend qiell pa banor, më falë, ndjes kërkoj. Vjen shtegtimi i syve më parë, është një përmbledhje që e kisha ëndër të realizoja. Po, kisha ëndër të realizoja më të mirën e pjesës time të poezisë. Ku ishte këto syt një poeti? Kudo. Unë jam e dashuruar në mënyrë fatale me 2 gjëra, me natyrën dhe me fëmijët. Natyra për mua është jeta ime, dhe fëmijët gjithashtu. I dua, nuk ka gjë tjetër në botë që mund të dua kaq shumë, përveç natyrës dhe fëmijëve. Fëmijëve në përgjithësi, të kuptohemi. Kuptoj, kam parasysh. Sepse fëmijët janë e vetmja gjë e pastër, vetmja trashëgimni që ne lëm pas, dhe kanë gjithë të drejtat e botës që të rriten në mishërimin e tyre mirë, pa u munguar asgjë. Shiko, jem atë ti që poetët dashurohen me yjet në universin, sepse janë të vetmuar në tokë? Jam, por kjo nuk vjen nga vetmia. Jo, kjo nuk vjen nga vetmia. Unë jam shumë e dashuruar me natyrën. Në mënyrë të veçantë kam një lidhje të brendshme shpirtërore me hënën. Kështu që ndoshta e konsideroj motor, më mungon kjo pjesë dhe e konsideroj hënën motor. Nuk vjen se janë të vetmuar në tokë. Hibolizojnë poetët dashurinë? Varet si e përjeton.
varet nga përjetimi. Është personale, nuk është subjektive. Poetët i shkruajnë qiellit, yjeve dhe hënës dhe i shkruajnë po të reflektosh, i shkruajnë më shumë gjithçka që nuk ka gojë, që nuk përgjigjet. Dhe kjo nuk vjen se ata ndihen të vetmuar në tokë. Kjo vjen se bota e tyre shpirtërore është kaq e pasur, dhe duke mos marrë përgjigje nga yjet, nga gjithçka që na rrethon nga natyra, lidhet kaq shumë me të dhe arrin i nxjerr atyre përgjigjet, ato pyetje që i bën. Unë dal në balkon çdo natë kur ka yje, i shikoj, i flas me to. Përzgjell në një yll. Nuk vetëm për të fletur. Përzgjell në një yll mimoza. E kam një, e kam, e përzgjedh, se po nuk e përzgjodhe nuk do mundesh. Nuk do mundesh. Kështu që vjen, është natyrale që ja. Shumë e bukur. Kemi të tjerë botime? Kemi botimin e fundit, i sapo dal, i freskët. Ditë të nxehta, një libër me lirika. Shumë kemi ardhur në verë, ditë të nxehta. Ditë të nxehta, po kemi ardhur në verë, në plazh, ku plazh. Erdhëm në verë, por libri nuk bën shumë fjalë për plazh, libri është një kam marrë një vend në të cilin kam qenë dhe më kam mbetur në shpirt, në shkretëtirën e Saharas, dhe libri nuk është vetëm një dashuri e një mashkulli dhe një femre. Kam dashur të rizgjoj dashurinë e madhe njerëzore që mban brenda vetes gjithkush nga ne. A mos vallë ne duke tentuar të zgjojmë të dashurinë e madhe, po harrojmë të dashurinë e vogël, të dashurinë mes njerëzve. Ja, shiko, unë e quaj të dashurit madhe, ti quaj të dashurit vogël, unë po bëjmë fjalë për të njëjtën gjë. Alo? Do të bëj dhe ty pak rrëmuj në bisedë. Nuk më bën dot, nuk ja arrin dot, të garantoj. Të garantoj që nuk ja arrin dot. Kjo është dhuntia ime, kështu që nuk e bën dot. Okej. Për politik 1, për botën time të brondshme 2, nuk mundesh. Se e thon të hedhësh drasha, politike kam në gjak. Të hedhësh drasha dhe të më sfidos live. Ja, nuk e bën dot, Je humbur. E jep te në humbur. Okej. Është një libër, është për të lexuar sepse ka diçka të veçantë ky libër. E kam filluar kështu tek në një poezi, pastaj e mendova ndryshe. Para 4 vjetë e gjysmë. 4 vjetë e gjysmë e kam filluar edhe doli pa dritën e botimit tani. Në atë libër ka disa mistere, kam folur për disa mistere natyrore, të cilat i kam përjetuar dhe si vend të shenjtë për këto përjetime kam marrë shkretëtirën e Saharas, ku temperaturat ishin mbi 52 gradë, që kam e jetuar, domethënë. Dhe dashuria në thelbin e saj, si fjalë, ka të njëjtën nxehtësi. Më kuptove? Apo unë se e mbir shpesh herë kur flas me të, më thot mama, dil pak në realitet, se shumë poetike po flet. Ma thuaj çik më ndryshe. Nuk e di sa është shpreha qartë, domethënë për ju dhe për ata që na dëgjojnë. Shumë okay jemi, por ti më the ose një diçka më të kishe. Si shikon femrën? Femra gjykohet më shumë për jetën personale apo për punën që ajo bën? Për jetën personale, fatkeqësisht. Po kjo ndodh në Shqipëri, më tepër në Shqipëri. Nëse do flasim... Ne gjithmonë për ne shqiptarët po flasim. Atëherë, okay.
Për fat keq në gjykohet shumë në jetën personale, nuk merret për bazë dija e saj, vlerat e saj, flasim për të përgjithshmen, kuptohet, mos fusim këto brenda, por flasim për të përgjithshmen. Po kjo vjen nga mungesa e madhe e kulturës, nuk vjen se është një domosdoshmëri për të goditur apo për të marrë me jetën. Kjo vjen nga mungesa, dhe ne si popull e kemi, me keqardhjen shumë të madhe, them. Jemi një shoqëri shumë e rëndë. Ne nuk ndalemi tek puna që bën, apo tek vlerat që tregon, apo tek sakrificat e mëdha, apo tek roli i saj shumë vendimtar. Ne godasim, ofendojmë, sepse edhe rrjetet sociale tregojnë këtë që unë them, nuk është se nuk flas vetëm për personale, e tregojnë rrjetet sociale. Nëse aty jep një mendim, dhe ai mendim nuk shkon për shtat, shpesh herë gjen ofendime nga më të rëndat, që do të thotë mungesë kulture, sepse ti njeri që kundërshton dhe ofendon, duhet kuptosh që s'mund të mendojmë të gjithë një lloj, është e pamundur. Jemi një shoqëri civile që nuk kemi asgjë civile nëse nuk i japim tjetrit lirinë. Se flasim shumë për lirinë e fjalës. Por në momentin që tjetri thot diçka personale ose mendimin e tij, mendimin e tij, siç e mendon ashtu, nuk ka rëndësi ketë në shkollë kush e di se çfarë, ashtu siç e mendon. Shumë të tjerë pastaj godasin se kur jam në mendimin e kundërt me dikë, nëse unë Leonardit nuk ja mbështes atë që ja them ashtu me cilësinë njerëzore, pa e ofenduar, se në fund të fundit secili në jetën e tij ka gëzimet e veta, hidhërimet e veta, shoqërinë e tij, rrëzimet, dështimet, ngritjet. E thash që në fillim, është një proces ku askush nuk del i palagur nga ky proces. E rëndësishme është të mos vrasësh, të mos godasësh, të mos vjedhësh, të mos bësh, domethënë gjëra që nuk që është shpreha biblike, të që s'ke dëshirë të ta bëj dikush ty, thjesht mos e bëj ti atij tjetër. Sigurisht. Pastaj se pjesa tjetër janë procese tjetër, janë gjëra tjetër. Po pikërisht, domethënë kjo është për mendimin tim nga mungesa e madhe e kulturës që na karakterizon si popull. Dhe ka të bëj me atë çka thash në fillim, që se nuk dua të ripërsëritem, por ka të bëj me shkëputjen dhe fillimin e një tranzicioni turbull, si të duash quaje. Me qenë se për të shoh pak më shumë serioze, do të bëj një pyetje tjetër. Si e shikon një poete politikën shqiptare? Një poetin politikën shqiptare e shikoj shumë të aftë. E shikoj shumë të aftë nëse ajo ka kapacitetin e saj për të përballuar atë çka e rrethon. Sepse kërkon shumë forcë. Kaq. Po mirë, e keni menduar ndonjëherë ju të merreni me politikë? Unë e kam refuzuar, më janë bërë disa herë kërkesa, e kam refuzuar. Sepse unë jam një nga të paktat idealiste dhe sot bota që na rrethon nuk ka vend për idealistët. Kështu që e kam refuzuar disa herë deri tani. Jeni trembur se nuk japin meritokracinë apo Jo, nuk jam trembur për këtë arsye, por politika sot është bërë shumë pis dhe unë nuk dua të bëm pis. Po mendoni që ne kemi në fillim tranzicionin 36 vjeçar, por mendoni që diaspora duhet të jetë pak më ndryshe ose të ketë një qasje tjetër me Shqipërinë? Do të jetë organizuar. Gjithmonë kam menduar diasporën
gjithmonë ka menduar që diaspora është momenti, sepse ka kaluar shumë kohë, e ka menduar gjithmonë që diaspora duhet të organizohet, të mblidhet, të bëjë diçka, sepse është koha për të bërë diçka për sa i përket diasporës. Shumë vite kanë kaluar, integrimi është i madh, me më shumë dinjitet, kuptohet, kemi bërë secili emrin ton në jetën e përditshme, na njohin, nuk na gjykojnë më si ata lypsarët që erdhën për të ngrënë bukë, për të punuar për një copë bukë. Pra kemi krijuar një integritet shumë të plot, ku jemi gati si një pjesë e shoqërisë civile për të dhënë diçka. Jemi gati. Këtë e them me bindje. Nuk po duhet të lodh shumë tek pjesa politike, sepse nuk po duhet ta prish shijen e kësaj bisede që ju na dhuroi sonde, por doja të bëja edhe një pyetje prapë tek politika. Ju tha që keni refuzuar shumë kërkesa, po që ju kanë kërkuar të angazhoheni. Shumë, kur thua shumë, disa. Po mirë, disa, shumë duket sigura. Po shiko, kur kalon një ishi, kalon dy ishi, pastaj vetë ecën shumë ajo. Okej. Kush ishte ajo që ty do të bënte, që do i thoshe Mozës, po, tani unë do angazhohem, të shërbej vendit tim edhe politikisht. Atëherë, nëse në vendin tim do ndryshonin disa gjëra, politika është e shtrembër kudo ku është në përbot. Por kërkon pakte, kërkon prapaskena të cilat nuk më përshtaten. Por nëse në vendin tim do ndryshonin disa gjëra, dhe mund të ishe e gatshme, ku jeta e një politikani të ishte me dinjitet, dhe vetë politikani të kishte dinjitetin për të dhënë nga vetja dhe për të shërbyer popullit të tij. Atëherë po, por kjo gjë është shumë e vështirë për tu arritur në Shqipëri. Kësaj bie që të thuash asnjëherë. Kësaj bie që të them që duhet të lindim në një jetë tjetër dhe ndoshta në atë jetën tjetër mund të plotësojmë këto dëshirat të brendshme që kemi. Kur rebelohet një poet? Në vazhdimsi, ashtu siç dashuron në vazhdimsi, ashtu dhe rebelohet në vazhdimsi, sepse e bën vetë jeta e përditshme të shkruaj për ngjarje të dhimbshme. Nuk mund të rrish të bësh se herë, nuk i shkruan dot vetëm yjeve dhe hënës, ndërkohë që bota po zhvishet nga mjerimi shpirtëror dhe nga luftrat dhe nga fukarallëku, kështu që poeti është një vazhdimsi e ngjarjeve e botës. Shiko, brenda vetes, ai që shkruan nuk bën gjë tjetër veç se komunikon me botën jashtë me anë të penës, sepse atë që mendoj unë që e shkruaj, atë mendon dhe dikush që nuk e shkruan. Ndoshta kam talentin për ta thënë më tepër edhe unë, si unë shumë të tjerë, kur them unë të gjitha ata që... Kjo është ajo lidhja lexues me një fjalë shkrimtari me lexuesin, kur shkrimtari e shkruan dhe lexuesi gjen atë që gjen veten. Dhe tek poezia e dashurisë, dhe tek poezia e gëzuar, e hidhuruar, e të gjitha format e saj të poezisë që shkruajmë, kur lexuesi ose kur dikush që merr një libër në dorë gjen veten dhe ndihet mirë, qoftë në pjesën e dhimbjes. A mendon që i shkruajmë më shumë zhgënjimit apo dashurisë? Jo, varet. Shiko, varet. Ajo varet shumë dhe nga gjendja shpirtërore aktuale. Po flas thjesht për Mozën, po flas tek pjesa. Jo, dakord, për të gjithë e kisha. Mendoj që është kështu për të gjithë. Pak e dallon pak bëhet dallimi midis ndarjes së shkrimit të dikujt edhe nga personalja. Varet shumë se si gjendesh në momentin e caktuar, në ngjarjen e caktuar. Kështu që ka shumë të gjithë pasqyrojnë këtë gjë. Keni qarë ndonjëherë nga poezia dikuj apo nga poezia juaj apo pra nga leximi i një libri? Ndonjëherë historikisht ënjtesha duke qarë.
historikisht jam ëntur, aq shumë kam qarë në Conte Monte Criston, kur kam lexuar Conte Monte Criston. Të bukur se në shqiptar kemi kur çan bërsi të bukur. Kur kam lexuar Conte Monte Criston kam qenë 12 vjeçe dhe jam dëgjuar dënesat e të qarit ke komshia. Kështu që çka ka ndodhur dhe qaja unë me zë për historinë e Edmondantesit. Kam qarë historikisht, po qaj edhe sot qaj. Jo vetëm në ato kohë që ishin, do me thënë, bota ime. Qaj edhe sot. Është ndjeshmëria, varet nga ndjeshmëria. E dhuron kollaj buzëqeshjen Mimoza Leckaj? E dhuroj. E dhuroj shumë kollaj, sepse është pa lek. Dhe për këtë kemi nevojë. Nuk më kushton asgjë. Nuk më kushton asgjë. Nuk më kushton asnjë gjë të dhuroj një buzëqeshje. Apo edhe një përkëdhelje në kuptimin një të rënë në shpatullave, nuk më kushton asgjë. Mimoza Leckaj, unë në të lloj mënyre kisha menduar këtë emision dhe nuk e di nëse është diçka që nëse kemi cek apo diçka që do kishim dëshirë ta thoje, ta flisnim, ta bisedonim. Shpresoj që mos të kemi zhgënjur në bashkëbisedim në emision, sepse të ke pas parasysh karrierën tuaj, eksperiencën. Shiko, ora shënon 10:20. Unë nuk e kam iden sa dëgjues kemi, se nuk mund ta shikoj dot. Kemi hyrë në linjë së bashku, kemi hyrë së bashku në orën 21, pra në orën 9. Kemi 1 orë e 20 që flasim, koha kaloi shumë rrjedhshëm, biseda kaloi shumë rrjedhshëm, nuk u vure koha, kaq shpejt kaloi. Kështu që unë nuk kam ndonjë gjë, unë shpresoj të jenë kënaqur në bashkëbisedimin ton ata që janë mes nesh. Të bëj edhe një pyetje kështu si për fond, si thonë. Po e kam thënë unë aty në koment që më ke mbërthyer mirë shpatullë. Po mirë, tash jo po këtë. Por me sa vura re ke përdorur shumë pak nga pyetjet që ke shkruar. Po mirë, tash varësi të bisedës, varësi të pikërisht pra, është kompliment. Biseda. Është kompliment që bëra. Tani, kush janë projektet e Mimozës? Proza, kam shumë prozë që kërkoj të jap fundin, mirë po kam një veti të mbrapsht që e lë me vite, i rikthehem, e lë aty, mos më thuaj cilin do kap për t'i dhënë fundin, për ta nxjerrë kam fjalën, nuk e di ç'do kap, se dëgjoj shumë pjesën shpirtërore, nuk dëgjoj çam thot mendja, kam dalur nuk rri dot pa bërë dhe një pyetje tjetër. Ja, i pason shpesh sirtarët e shpirtit? Kam disa dyer, porta, që kërkoj kaq shumë të vëçelsin, po që e kam të pamundur. Kam disa plag jetës, cilat mundohem t'i pastroj, po ato kanë zënkore dhe trëmbem të vete t'i pastroj, se kam frikë se mos i ngacmoj më shumë. Edhe çfarë bëj në raste të tilla kur e dua shumë psikologjin, edhe futem edhe merrem pak me psikologjin për të njohur më shumë vetveten, sepse ne veten nuk e njohim akoma. Kur të njohim veten do jetë shumë vonë. Edhe unë që kam studiuar për psikologji dhe merrem me psikologjin, bisedoj shpeshherë dhe shpeshherë zë vetën matë. Po sepse jemi akoma në fazën e njohjes së vetës. Se ika të lëshova edhe këtë, ika. Jo, unë e kam marrë kohën për
për të qenë në dispozicion. Jo, shiko. Kështu që nuk më pengon asgjë, vetëm po më la bateria. Jo, se ika. Ka ke më shumë frikë, tradhtinë e syve apo tradhtinë e zërit? Ma zëri... E më ke bërë një pyetje pak veçantë, po nuk do fitosh. Atëherë, syt ja të them unë, në momentin kur më tradhtojnë syt, edhe zëri meket. Edhe I shikoj baras sikur ecin të dyja, sepse zëri dhe syt nuk e di përcjellin me njëra tjetrën një lloj energjie që bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Kështu që nuk do t'i ndaja. Në fakt kishte një pyetje që s'ma ka bërë askush, por që nuk do t'i ndaja, pikërisht për shkak të kësaj energjie që transmetojnë me njëra tjetrën. Çetësh, më mirë të dorëzohesh apo më mirë I dorëzuar? Ndonjëherë dorëzohu, sepse jeta të bën të tillë. Është më mirë të dorëzohesh ndonjëherë. Edhe unë dorëzohem para teje. Të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Shpresoj të kem plotësuar sadopak atë dëshirën. Unë të jam mirënjohës sinqerisht që më nderove sonde në emision dhe shpresoj që do të kem edhe herë të tjera dhe herë të tjera me dëgjuesit tanë dhe të uroj me zemër suksese. Faleminderit. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të këndshme. Edhe në veçanti do të falenderoja të gjithë ata miqtë e mi që kanë lënë gjithçka dhe po na ndjekin, të gjithë ata që kanë besim tek mua, tek ajo që shpreh, tek fjala ime, tek shpirti im, tek ajo që ka transmetoj. Dhe të gjithë ata që nuk I njoh, por që nëpërmjet bisedës u kënaqën së bashku me neve. Unë shpresoj që ata miqtë tu mos të më shajnë mua, por shpresoj që do të më japësh një mendim të atyre se si ishte moderatori. Atëherë, unë kisha dashur të më bëje disa pyetje, do kisha dashur të më bëje disa pyetje, çfarë më pëlqen, çfarë nuk më pëlqen tek disa autorë ose kështu. Megjithatë, nuk ma bëre pyetjen, unë do të them unë. Për shembull, unë adhuroj penën e shkrimtares tonë Liliana Kristuli, adhuroj poezinë e Preng Macës, adhuroj poezinë e Sokrata Bilaj. Kam shumë, sepse secili nga ne që shkruan, adhuroj penën e Miranda Haxhiaj. Secili nga ne nuk është se, ose të flas për vete më mirë, nuk është se ndalet vetëm tek pena e tij, por shikon më gjerë dhe është pirë që ta shpërndaj ato që shikon. Ti frymëzohesh. Nuk e di, ja u shpreh ka qartë. Kuptoj shumë drejt. Edhe unë shikoj, nuk është se nuk doja apo nuk e kisha në mendje të bëja këtë pyetje. Por ja ta bëra unë, ta thash shumë mirë, po shumë mirë se ndahesh ai lezeti. Ka dhe shumë të tjerë, se ndoshta nuk më vjen ndërmend tani. Bashkëbisedimi I thjesht, bashkëbisedimi miqësor, por me kaq shije se edhe ti këtij emision dhe me kaq nuk ishte puna të flasësh thjesht, nuk doja të flisja thjesht me mimozë, por doja nga mimoza ta shfrytëzoja në maksimum mimozën për të marrë mesazhet e duhura. Dhe ti këtë përthodhe më së miri. Faleminderit. Sepse ti e ke një statur, ti e ke ndërtuar staturën tënde, e ke ndërtuar komplet atë personalitetin tënd, të gjithë ata që të njohin, por besoj që sot kemi më shumë nevojë për ato mesazhe që ju dhat. Faleminderit shumë Leonard. Unë të uroj suksese dhe vazhdimsi në të këngë me Shiaku dhe në këndosh, e di? Dhe me së dhënë të në Shiak? O Shiak me hallë? O Shiak me hallë? Apo ke ura e Shiakut? Jo, o Shiak me hallë, Ne nuk e kam një poezi të cilën për Shiakut I kam dedikuar një poezi shumë të bukur, po tani unë se kam një fatkeqësi, poezitë e mia përmendesh, mos mi kërkoj askush se është e pamundur ti recitoj. Kam një poezi të Shiakut, është shumë e bukur, do kisha dashur me që këndove tani ta recitoja, por nuk e kam para syve. Gjithsesi për të çuar kurreshtin do të ta dërgoj në WhatsApp
ta lexosh. Jo, Të kuptosh faleminderit. domethënë se sa vlera la ai vend në lindjen dhe rritjen time, sigurisht. Absolutisht, si çdo Përshëndes të gjithë. vetëlindje. Faleminderit. Vi përshëndes të gjithë. Natën e Ne mirë. jo jemi moza, faleminderit. Faleminderit. Të nderuar miq. Ky ishte emisioni për sonde dhe Horizon, ku sinqerisht e shijova në maksimum dhe do ta falenderoj shumë përzemërsisht zonjën Mimoza Leskaj që na përcolli këto emocione dhe na ndihmoi të bëjmë këtë emision. Unë nuk do të flas asnjë fjalë më tepër sepse nuk do të prish magjinë e bisedës që zonja Mimoza Leskaj la në këtë emision, ku shpresoj që edhe ju ta keni shijuar këtë magji emocionesh. Duke u falendëruar të gjithëve përzemërsisht për kohën tuaj dhe për suportin tuaj, unë ju lë takim nesër mbrëma me tjetër të ftuar, por edhe i ftuari tjetër do jetë sërish një emigrant në Itali, por që do të avë një bisedë besoj shumë interesante. Natën e mirë dhe kalofshi mirë dhe mirë të takofshim nesër mbrëma. Horizon nga Leonard Koja në Window Radio i Day.